Inertet dhe mbeturinat pranë kodrave të bardhajve në zonën e varrezave të dëshmorëve janë grumbulluar në stoqe të tilla që tashmë po bllokojnë edhe rrugën. Brigjet e lumit Kir në këtë zonë me një sipërfaqe prej rreth 20 hektarësh janë pothuajse të mbuluara nga inertet për më shumë se 30 vite. Sot ato po pushtojnë edhe rrugët, një shqetësim që është shprehur vazhdimisht nga banorët, por që deri më sot nuk është marrë parasysh. Ata theksojnë se ditën atë hidhen këtu inerte dhe mbeturina, ndaj ka ardhur koha që Bashkia Shkodër të veprojë për t'i dhënë fund kësaj gjendje tepër të rëndë me ndotje mjedisore. Gjendja është s'marr kush vesh këtu, një apora. Makinat se vinë rrasht makinat. Vinë shkojnë këtu, ka më shku. Na shqetëson boll. Ju kam thonë si më herë ndazë temë. Më hedhin para shtëpit. Bebrinat tana i fusin zajmin. Një javë të mbyll pezërat e shtëpisë rreth të shtytim. Marna. Me doma, me tana vini shakojnë do. Ka mesina, më natë ditën. Në kërkuj më se hetë me të rinë kushet, afër shtëpive, as rrugë mohë, kur i me të rinë. Rrëz kodrave të bardhajve në këtë zonë banojnë rreth 100 familje të ardhura nga zonat malore gjatë 35 viteve të fundit. Në mënyrë të vazhdueshme, ato kanë kërkuar që të ndalohet hedhja inerteve dhe mbeturinave këtu dhe kjo sipërfaqe të sheshohet për të kthyer në një masiv gjelbërimi, por sugjerimi i tyre nuk është përfillur. Edhe pse Bashkia Shkodër në vitin 2013 përgatiti një projekt për sistemimin e kësaj hapësire, në terren nuk është bërë asnjë ndërhyrje deri në ditën e sotme, përveç kamionëve që vijojnë të shkarkojnë mbetje ditën dhe natën.